Shikoja për shembull buzët që u bënin më të skuqura se sa një gjendje normale dhe i bëja foto, video. Shikoj tek syt, tek pjesa e bardhë e syve që sikur u bë më roz, shikoja ca damar që nëse nuk i shikoje me shumë vëmendje dhe nuk dukeshin. Po prap i bëja foto dhe video. Edhe ja dërgoj, un kam djalin hallës që është mjek edhe ja dërgoj atij, ai shkon te pediatria me shumë mjek të ndryshëm, të gjithë thonin është viroz, është viroz. Pas 5 ditësh ndoshta 5 ditë me një temperaturë aq lartë për një fëmijë 6 muaj është shumë e rëndë. Dhe besoj që asnjë mjek nuk duhet të thojë është normale, sepse nuk besoj që është normale. Shkova pastaj në spital privat, bëja analiza dhe thanë do e kontrollojmë për fruthin, nga që mund të ishin simptomat e ngjashme sepse kishte ato skuqjet, edhe nga analiza doli që nuk e kishte. Negativ. E thonë dhe aty mendojmë që është viroz. Dhe kthehemi në shtëpi. Edhe unë vazhdoj të mendoj që nuk është viroz.